20 fakte për Amerikanët. Vendi i tretë më i madh në botë. Ekonomia më e madhe. Ushtria më e financuar. Numri më i madh i fituesve të çmimeve Nobel. Një vend i themeluar vetëm 250 vjet më parë, nga njerëz që kishin ikur nga vende të tjera. Sot, 20 fakte, pa komente, pa opinione, vetëm të dhëna. Fakti 1. SBA është vendi i tretë më i madh në botë, me rreth 9.8 milion kilometra katror. Është edhe vendi i tretë më i populluar, me mbi 335 milion banor. Shtrihet nëpër 6 zona kohore, nga bregu perëndimor i Oqeanit Pajësor deri tek bregu lindor i Atlantikut, mesatarisht 4500 kilometra. Fakti 2. SBA nuk ka gjuhë zyrtare kombëtare. Anglishtja flitet nga shumica dërmuese, por asnjë amendament kushtetues nuk e shpall atë gjuhë zyrtare. Amerika është e njohur si kulturë melting pot, grupe të ndryshme kulturore, etnike, religjioze dhe njerëzore jetojnë bashkë dhe bashkohen në një shoqëri. Sot, fliten mbi 350 gjuhë brenda territorit amerikan. Fakti 3. Kushtetuta e SBA e vitit 1787 mbetet kushtetuta më e vjetër e shkruar kombëtare ende në përdorim sot. Është hartuar nga 55 delegat, 39 prej të cilëve e nënshkruan. Ka vetëm 27 amendamente. 10 të parët u miratuan bashkërisht si fatura e të drejtave në 1791. Fakti 4. Data kur Kongresi votoi kavarësinë e Amerikës nga Britania është 2 korrik 1776. Data 4 korrik është thjesht dita kur John Hancock vendosi nënshkrimin e parë mbi deklaratën e pavarësisë për ta shpërndarë. Amerika feston 4 korrikun, por pavarësia u votua 2 ditë më parë. Fakti 5. Mbi 44 milion emigrant jetojnë në SBA, duke e bërë atë vendin me popullsinë emigrante më të madhe në botë. Qytete si New York, Los Angeles dhe Chicago janë mozaik kulturor ku 10 gjuhë fliten çdo ditë. Rreth 14% e popullsisë totale amerikane është e lindur jashtë vendit. Fakti 6. Amerika ka fituar më shumë çmime Nobel se çdo vend tjetër në histori. Emigrantët kanë fituar 40% të çmimeve Nobel të fituara nga amerikanët në kimi, mjekësi dhe fizik që nga viti 2000. Emigrantët kanë fituar gjithashtu 33% të çmimeve Nobel të fituara nga amerikanët në ekonomi. Shumë nga mendjet më të ndritura të Amerikës kanë ardhur nga vende të tjera. Fakti 7. SBA shpenzon për mbrojtje më shumë se 10 vendet pasardhëse së bashku. Ka mbi 800 baza ushtarake në 70 vende të botës, rrjeti ushtarak më i gjerë në histori. Buxheti ushtarak amerikan te kalon 900 miliard dollar në vit, 1/3 e buxhetit ushtarak global. Fakti 8. Dollari amerikan është monedha më e përdorur për tregtinë ndërkombëtare në botë. Rreth 60% e rezervave valutore globale mbahen në dollar amerikan. Sistemi i petrodollarit, naftës botërore të tregtuar në dollar, daton nga viti 1973 dhe ka qenë themeli i dominimit financiar amerikan. Fakti 9. Biblioteka e Kongresit, e themeluar në 1800, është biblioteka më e madhe në botë. Ka miliona libra në 270 gjuhë të ndryshme. Çdo ditë shtohen mesatarisht 10.000 materiale të reja në koleksion. Fakti 10. NASA, Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës, u themelua në 1958. Më 20 korrik 1969, Amerika i dërgoi njerëzit e parë në hënë, Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin. Gjithsej 12 amerikan kanë ecur mbi sipërfaqen e hënës, dhe të gjithë gjatë misioneve Apollo mes 1969 dhe 1972. Asnjë vend tjetër nuk ka arritur të ulë njerëz në hënë. Fakti 11. Interneti, siç e njohim sot, u zhvillua fillimisht nga Departamenti i Mbrojtjes Amerikan. Quhej ARPANET dhe u krijua në 1969
si rrjet komunikimi ushtarak i decentralizuar që do të mbijetonte edhe pas sulmit bërthamor. Silicon Valley, rajoni rreth San Franciscos në Kaliforni, mbetet qendra globale e teknologjisë dhe inovacionit digital. Fakti 12. Sipas World Giving Index, amerikanët janë njerëzit më të gatshëm në botë për të ndihmuar një të huaj. Gati 70% e zjarfiksëve në SBA janë vullnetar, jo profesionistë të paguar. Amerika ka një nga kulturat filantropike dhe vullnetare më aktive në botë. Fakti 13. Hollywood, lagja e Los Angelesit, mbetet qendra e prodhimit kinematografik global. Industria e argëtimit amerikan gjeneron mbi $700 miliardë në vit. Muzika, filmat, seriale televizive dhe kultura pop amerikane kanë ndikuar çdo cep të planetit, nga Japonia tek Afrika, nga Shqipëria te Brazili. Fakti 14. Amerika ka themeluar disa nga universitetet më me ndikim në histori. Harvard u themelua në 1636, para se Amerika të ekzistonte si shtet. Sot, 8 nga 10 universitetet më të mira në botë, sipas renditjeve ndërkombëtare, janë amerikane. Pavarësisht kësaj, SBA renditet vetëm e 27-ta në shkencë dhe 35-ta në matematik sipas testeve PISA ndërkombëtare për nxënës 15 vjeçar. Fakti 15. Rreth 1 nga 10 amerikanë mund të jetë i lidhur me gjak me njërin nga 102 pelegrinët që arritën me anijen Mayflower në 1620-ën. Rreth 1 në 3 amerikan ka gjurmat e gishtave të regjistruara te FBI. Sistemi i identifikimit dhe survejimit amerikan është ndër më të gjerët në botë. Fakti 16. 3 nga lumenjtë më të vjetër në botë rrjedhin në territorin amerikan. Lumi New, lumi Susquehanna dhe lumi French Broad janë secili qindra milion vjet të vjetër, mes lumenjve më të vjetër të planetit. Amerika ka gjithashtu liqenin superior, liqenin e sipërfaqes më të madhe të ujit të ëmbël në botë. Fakti 17. Sistemi demokratik amerikan është ndër modelet më të ndjekura në botë, por ka veçori të pazakonshme. Presidenti nuk zgjidhet direkt nga votuesit, por nga kolegji elektoral me 538 elektorë. Është e mundur dhe ka ndodhur që kandidati me më shumë vota popullore të humbë zgjedhjet. Ndodhi në 2000 dhe 2016. Fakti 18. Ekonomia amerikane është më e madre në botë, me GDP mbi $30 trilion në 2025. Kjo është më shumë se ekonomitë e kombinuara të Kinës dhe Japonisë. Wall Street në New York mbetet kryeqyteti financiar i botës, ndërkohë që kompani si Amazon, Tesla dhe Microsoft dominojnë tregjet globale. Fakti 19. Amerikanët janë ndër konsumatorët më të mëdhenj në botë. SBA ka vetëm 4% të popullsisë botërore, por konsumon rreth 20% të energjisë globale. Amerikanët prodhojnë mesatarisht 4.5 kg beturina për person çdo ditë, ndër shkallët më të larta në botë. Fakti 20. Amerika ka prodhuar 44 presidenta që nga George Washington në 1789. Qeveria ende paguan një pension për llogaritë të një veterani të luftës civile, tek e bija e tij 85 vjeçare. Kushtetuta e vitit 1787, e shkruar kur nuk ekzistonte asnjë kompjuter, asnjë telefon, asnjë makinë, vazhdon të jetë ligji themelor i vendit sot. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.